Kemi dështuar si shoqëri, kemi dështuar si media, por kryesorja kemi dështuar si njerëz. Këtë e tregoi morti i telefonave, morti ku njerëzit shkelin mbi varre, morti ku njerëzit shkelën mbi akt mortin e një 15 vjeçari. Kjo u tregua në mortin ku vajtua për së gjalli gjesti. Lamtomira e fundit e Eldionit u kthye në një kronik klikimesh, u kthye në një përdorim të përbindshave që ishin aty, pa qenë gazetar, pa qenë në presionin e ndonjë redaktori apo e një medie me telefonat ngritur, duke filmuar, thuajse ishin në një koncert apo një post Big Brother, ku analizua se si gjesti takonte ish-banorët, se si gjesti u takua me Eglin e të gjithë në këtë foton legjendare që është bërë virale kudo, ka ngritur telefonat larg, nga më i vogli tek më i madhi, nga më të rinj tek burrat. E me sa duket, burrat kanë hedhur por zakonin kur nuk kanë veshur me zeza, kur nuk e kanë marrë një cigare, e gratë në vend që të pinin kafen e zezë, turpëruan veten. Ne kemi dështuar si shoqëri, por jo më pak edhe media. Them kemi dështuar si shoqëri, pasi përbindshit nuk ursyen as pamjet më makabre, as pamjet më të trishta të njeriu që ka bërë një aksident që ndodhet në pellgun e gjakut. Janë pamje ndronditse, janë pamje që duhet të kesh një zemër dhe një shpirt të akullt, të mos i kesh në trup këto dy organe. E sigurisht, ai që ka bërë atë filmim do të mbaj mëkatet e kësaj bote e do t'i laj ato në botën tjetër. Nuk e di se si e gjen guximin disa njerëz, nuk e di se si e gjen të gjithë ligësinë për të filmuar një të ri të pajet të shtrirë në trotuar. Pjesa tjetër ishte regjistrimi i gjestit në vendin e ngjarjes, por ajo, turpi i funeralit, të shtunën në orën 17, ishin mbledhur të gjithë aty me telefona ngritur për të filmuar dhe për të dokumentuar çdo gjë. Live në TikTok, një user kishte afro 30.000 njerëz. Pse i gjithë ky interesim për të parë një varrim? Pse i gjithë ky interesim për të parë një gjest? Po si mund të jetë një njeri ku i ikën një pjesë e shpirtit? Ai e ka treguar në Big Brother që të vëllane ka pasur pikë të dobët. Çfarë kishte për të parë aty? Pse kjo marrëzi e njerëzve për të shkuar drejt një skaj kaq shumë të thellë dhe kaq shumë njerëzor, që nuk e lan as familjen ta vajtonte të birin e tyre, që nuk e lan familjen që të hidhte atë dheun mbi varr e të thoshte ato çka zemra po i ndjente në ato momente. Patjetër që mbështetja dhe ngushëllimet janë një formë ndoshta për të lehtësuar në momente dhimbjen se je i mpir nga çdo gjë që po ndodh. Por ata me telefona ngritur, ajo zonja e mbuluar, për edhe ato burra që zakoni i ka të marrë një cigare edhe të qëndrojë stoik, jo me telefona ngritur, të telefonave të teknologjisë së fundit, e me siguri shqiptarët e Kosovës ato telefona i kanë nga emigrantët që punojnë si qeni dhe nuk punojnë për të mbuluar shpenzimet e luksit të shqiptarëve dembel të Kosovës që te kaluan çdo normë e çdo kod të vdekjes. Gratë duhet të ishin aty me të zeza duke vajtuar një të ri që iku nga kjo botë në mënyrë tepër të rëndë, të padrejtë dhe në lule të rinis, të pinin atë kafen e zezë dhe jo të bënin gazetarin, të merrnin telefonin dhe të dokumentonin gati në një eksitim të gjithë situatën çka po ndodhte, po shkelin në varret e të tjerëve për të ngjitur lart e më lart, për të marrë filmime, për të parë si është gjesti. Ignoruan fatkeqësisht artmortin e 15 vjeçarit që ishin për atë qëllim aty, për ta përcjellë me nderime drejt banesës së fundit, për t'i dhënë një grush dhe, për të bërë një dua e për të rrokur me familjarët, për të shperur ngushëllime dhe për të qëndruar pranë me një heshtje dhe vetëm heshtje. Nga ana tjetër, në mënyrë patetike dhe qesharake, gati abuzive dhe injoruese, është faqur dhe media, madje edhe ato kombëtare që kanë publikuar çdo detaj të kësaj ceremonie si para dhe gjatë ceremonisë. E ndërkohë, sot të hënave shtruan panele duke thënë se kur shoqëria, jo të dhjera media, ju
apo dhe se si po vajtonte, apo dhe jati e gjykuan se si ishte veshur, ndërkohë që e kishte veshur një bluzë të birit për të ndjerë aromën e tij, për ta ndjerë aty pranë, edhe pse po e fuste në dhe. Është një marrëzi që të gjithë duhet të vënë mend, institucionet duhet të ndalojnë edhe të heqin nga qarkullimi ato video të tmerrshme kanibale, edhe të gjithë të heshtin dëmin e bëm për të heshtin tani më. Besoj se është rruga më e mirë që duhet të bëjmë për këtë situatë dhe nuk e di nëse ëngjëlli Eldion do të na e falë të gjithëve këtë, duhet na falë të gjithëve këtë histeri që kaloi varrimi i tij, përcjellja e tij për në banesën e fundit, aty ku do të shkojmë të gjithë një ditë, por jo të pështëruar dhe jo duke shkelur mbi varre, jo duke shkelur mbi kujtime dhe jo duke përdorur emrin e të vëllait Gjesti për të lënduar dhe për të përfituar dhe për ta kthyer se ku ishte një koncert personal i tij dhe jo një vaki. Në vaki jemi mësuar që të rrim të heshtur, të pim atë kafen e zezë siç u shpreha, të marrim atë cigare, të shprehim ngushëllime dhe të ikim, ta lëm familjen në atë dhimbjen e saj, ta lëm familjen të përjetojë dhe të jetë aty me njëri tjetrin dhe jo në syrin e medias. E media është bashkëfajtore me të gjithë telefonat e ngritur, ndaj një herë e mirë nuk ka të mirë apo të keq në këtë histori. Të gjithë jemi të këqij pasi e futëm dorën shumë thellë në një plagë e cila nuk do të ketë kur shërim, e një nëne që i kubiri, e një babai që futi djalin në dhe, e një motre që nuk e kam më vëllain, edhe një vllai që i ku shpirti. Për mua, të gjithë në këtë histori treguam sa popull të këqij jemi, sa popull i ndyrë dhe sa popull pervers që jemi, që eksitohemi me fatkeqësinë, që rendimi aty për të mësuar dhe për të kuptuar çdo gjë. Big Brotheri është një lojë që zgjat 4 muaj, e përtej atyre dyrëve, e përtej asaj shtëpie drejt që të hajë dhe figurat publike kanë të drejtën për privatësinë e tyre, kanë të drejtën në gëzime të gëzojmë njerëzit e tyre dhe në hidhërime t'i lënë të shprehin ndjesitë, emocionet edhe atë dheun, ta hedhin me fjalët që duhen ata dhe jo me blicin e qindra kamrave që u ndezën edhe nuk pushuan nga i pari person që nga ana tjetër Gjesti i dha një shuplak të gjitha tyreve që edhe komentuam pas Big Brotherit, duke përqafuar të njohur edhe të pa njohur. Kjo nga një anë tjetër duke treguar se çfarë shpirti fisnik, se çfarë njeriu i mball qëndron atë trup të vogël dimensional në çdo aspekt të jetës, edhe këtë herë në fatkeqësinë dhe në dramën më të madhe të jetës së tij u shfaq i përulur, duke përqafuar dhe duke mbështetur kokën në krahërorin e tyre që u gjendën me fjalë zemre dhe me fjalë miku, kurse ata që filmuan çdo gjë do t'i gjykojë Zoti, pasi nuk kanë cip edhe nuk kanë turp nga shfaqja e tmerrshme që bën që do të mbahet mend nga të gjithë, si funerali i telefonave edhe që e vajtuan për së gjalli Gjestin. Kjo histori kalon një shenjë tepër të thellë tek unë dhe padyshim rrjetet sociale kanë marrë një lloj urrëtie nga ana ime, por do të jem këtu pasi puna më kërkon të ndaj mendimet e mia. Duke ju falenderuar që ndoqët këtë video, mos harroni të bëni subscribe kanalit Koha Jo në YouTube.